Për herë të dytë në 7 ditë, operatori i sistemit transmisionit dhe tregut Cost njoftoi për aplikim të reduktimeve në furnizimin me rrymë. Kjo si pasojë e devijimeve të shkaktuara nga shpërputhjet ndërmjet sasisë së nominuar të energjisë elektrike nga kompania për furnizim Kesko dhe kërkesës për konsum. Sot më 20/01/2025, Kesko ka nominuar rreth 26.17% më pak energji se sa kërkesa reale, duke quar zonën e kontrollit Cost në jo balanca mesatare prej rreth 211 MW për orë. Ndërsa në disa orë këto jo balancat e kalon 260 MW për orë. Kjo situatë është e papranueshme dhe cënon stabilitetin e sistemit elektroenergjetik. Kesko nuk u përgjigj në pyetjet e televizionit për gabimin në nominim e as lidhur me pasojat eventuale nga jo balancat e shkaktuara në raport me rrjetin europian. Megjithatë, në një kumtes, kjo kompani u arsyetua me temperaturat e ulta dhe rritjen e konsumit, teksa kërkoi nga qytetarët që të kursejnë energjinë. Megjithatë, mundësitë për sigurimin e energjisë nga importi janë të kufizuara për shkak të kushteve teknike të sistemit elektroenergjetik në të cilin operon Kosova, duke e bërë të vështirë mbulimin e plotë të kërkesës në çdo moment. Krahas ndikimit të rënjes dhe ndaljes së njësive prodhuese të termocentraleve, eksperti i energjisë Adhurim Haxhimusa përmendi edhe përgjegjësinë e Keskos në raport me sigurimin e energjisë nëpërmjet importit. Nëse Kesko ka vështirësi të importit të sasisë nevojshme për të mbajtur, për të siguruar furnizim stabil me energji elektrike, atëherë ajo duhet të komunikojë, duhet të jetë shumë transparente. Ti komunikoj arsyet pse ka ardhur deri te kjo, është për shkak të monopoleve që i kemi në linjën e tregtarëve, apo është për shkak të rregullave të cilat janë të përcaktuara nga zyra rregullatorit të energjisë. Jo balancat në këtë rast si pasojë e gabimeve, sipas ekspertit të energjisë Arven Syla, paraqesin problem jo vetëm brenda vendit, por edhe për rrjetin rajonal dhe europian. Reduktimet nga Cost janë masë emergjente konform me përgjegjësitë e saj, për të garantuar operim të sigurt të sistemit elektroenergjetik. Afat-shkurt nuk pritet që këto situata të kenë implikime të drejtpërdrejta në raportet ndërmjet ENTSO dhe Cost, por nëse përsëriten mund të rritet presioni teknik dhe të dobësohet reputacioni institucional i Kosovës në procesin e integrimit në sistemin elektroenergjetik evropian. Situatë me interes të lartë dhe me implikime të drejtpërdrejta për sigurinë energjetike të vendit i kishte cilësuar zyra e rregullatorit për energji, jo balancat e shkaktuara javën e kaluar, teksa kishte paralajmëruar ndërmarrjen e masave të parashikuara me legjislacionin në fuqi. Por ZRE-ja nuk u përgjigj në pyetjet e televizionit për situatën e përsëritur, e cila ndikon negativisht në raport me obligimet ndërkombëtare të Kostit, respektivisht marrëveshjen e kyçjes me ENTSO-E.